Atëherë të nderuar shikues, gjatë ditës sot na kanë ardhur disa video në lidhje me ujin e pishëm në fshatin Dobridol të komunës së Vrapshishit, të cilat po e shihni ju për momentin këtu poshtë me. Por më detajisht ne do të flasim me kryeplakun e fshatit, me zotrin Xhemal Abdullah, i cili do të na tregojë më detajisht se cili është ky problem dhe prej kur ka filluar dhe cilat janë projektet e ujit në fshatin Dobridol që janë realizuar në kohët e fundit. Zotrin Abdullah, si nisi ky problemi i ujit? Sot disa njerëz na janë paraqitur. Ky problemi i ujit ka nis. Kemi pas punime. Shumë kemi ndru gipat e ujit, kemi pas punime të mëdha. Domethënë ka pas gipa azbesti? Gipat azbestit kemi ndru, kemi vënë gipa të re. Gipi kryesore kemi ndru prej mollës së japët deri te xhameja. Prej ke xhameja deri ke ura këtu. Kemi pas punë që kemi ndru gipat, prandaj për çat punë ka ardhur problemi i ujit që nuk është për ne. Realizohu prej ish kryetarit, zotëri Shehisen Shabanit, edhe çtash i Kjo është projekt për fshatin Dobridol. Projekt, rrugët edhe ndrimi i gipave. Po të ujit, në të gjithë territorinë e fshatit Dobridol. Po, gipat e azbestit më thua se janë ndruar. Janë ndruar gjithë, nuk ka gipa azbesti më. Janë ndruar. Po, a ky problemi ditës? Problemi i soçet ka ardhur. Ne ujtin e marrëm lart, nuk e di qytetarët e din sa lart e marrëm. Ne marrëm në Llomlajc, ndër Llomlajc po është. Po, mbi fshatin Kalisht. Mbi fshatin Kalisht është shumë teren i keq. Kur ka rreshje shiu, rrshet toka dhe i plaset cepat. Sot ka ardhur problemi i ka plasit cepat, Po. E ka ardhur ujti jo i mirë. A kemi ekipe në teren? Ekipi është në teren, ka shku prej dhjetora, bile aty janë teren. Gjithë ditën njërë pak parës. Keni qenë teren, a? Në Llomlajc kemi gënë njërë pak parës. A u rregullu problemi ose do duhet edhe ditën në vazhdim t'jeni atje? Jo, nesër vazhdojmë në një pjesë tjetër ka. Ka pas rëshqitje dheut apo? Rëshqitje dheut është. Po. A do vazhdoj ujti në Dobridol t'jetë i turbull, apo për ditën e sotme e keni krykën? Jo, salve sot është. Salve sot, nesër nuk dihet ma. Vetëm sot është. Po, ama do vazhdojmë punimet edhe nesër? Po, nesër më gjithë me zotin para, po, për shtaj a rregullau ujti gjimsa. Po, okej, faleminderit shumë. Problem soundet dhe të rregullohet ujti, jo 100%, Po. të ndesmet 100% ujti është. Keni pas komunikim me drejtorin e ndërmarrjes? Po. Kemi Me pas. zotri Rezak Me Jakupi. Rezak Jakupi kemi pas që ujti ndeset të jetë në rregull. Të nderuar shikues, kjo problem siç e shihni ka qenë për shkak të rreshjeve të mëdha të shiut që kanë ndodhur në territorin prej ku fshati Dobridol merr ujin, por edhe për shkak të punimeve që realizohen nga projekti për ndërimin e gypave në të gjithë territorin e fshatit. Të jemi sinqert, unë kom pas komunikim edhe me zotri Rezak Jakupin, por kom pas komunikim edhe me kryetarin aktual të besuarin e qeverisë me zotri Gadriun, i cili më ka thënë se ekipet e ndërmarrjes komunale janë në teren dhe po rregullojnë aq sa munden me mundësitë dhe kapacitetet e veta edhe problematikën në mbi fshatin Kalisht ku edhe ka ndodhur plasëritja e gypit. Faleminderit shumë.